çfarë pritet të ndodhë në prajmin e Big Brother VIP. Një prej banorëve ka kërkuar të lërë shtëpinë. Për kë bëhet fjalë? Është pyetja që ka ngritur më shumë pikpyetje dhe ka shtuar aludimet mes ndjekësve të formatit. Një vendim i tillë do të përbënte një kthes të fortë në dinamikën e lojës duke ndryshuar raportet dhe strategjitë mes konkurrentëve. Përveç kësaj, në prajmin e radhës pritet të diskutohet edhe debati i ashpër që është përtheu mes Rogertit dhe Selin. Ky konsiderohet si një nga debatet më të forta të këtij sezoni, me tone të larta dhe përplasje direkte. Publiku është në pritje për të mësuar arsyet e konfliktit dhe nëse do të ketë pasoja në marrëdhënien e tyre brenda shtëpisë. Një tjetër moment shumë i komentuar është dasma tradicionale organizuar brenda shtëpisë. Të gjithë janë kurioz të zbulojnë se cili prej çifteve do të kurorëzojë dashurinë në këtë ceremoni simbolike, një nga sfidat më të veçanta të këtij edicioni. Mbrëmja do të sjellë gjithashtu zgjedhje të rëndësishme dhe një surprizë ditëlindjeje, duke premtuar emocione të forta për banorët dhe publikun. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.